Për Shkodrën kanë shkruar shkrimtar, piktor, udhëtar dhe historian. Edi Durhami në 1901 e quajti Shkodrën shpirtin e Shqipërisë së Veriut. Plot me jetë, plot me art, plot me ngjyra. Dhe sa herë që vi në Shkodër e kuptoj pse njerëzit e duan kaq shumë, e kuptoj pse turistët e duan kaq shumë këtë vend, sepse nuk përpiqet të bëj zhurmë të impresionoj, thjesht jeton aty bashkë me liçenin, me bicikletat, me njerëzit që dinë ta kthejnë çdo bisedë në art. Tani unë normal që do të them fjalët më të mira për Shkodrën, se ndoshta nga Shkodra s'jam, ama nuse në Shkodër kam ardhur. Para se të fillojmë, dua t'ju them një fjalë që do e dëgjoni shpesh sot, fjalën vatër. Dhe sot dua t'ju prezantoj një Shkodër e cila pak nga pak po bëhet edhe imja. Përpara se të fillojmë të eksplorojmë në vatër, para se të fillojmë të eksplorojmë edhe pak hotelin, edhe vilat, kam shumë gjëra për t'ju treguar sot, por patjetër më duhet të ushqehem pak edhe të marr pak energji. Branchi duket fantastik, kishte çmime shumë të mira, megjithatë mua më kanë thënë që në vatër kanë kafen më të mirë që mund të gjesh në Shkodër. Pasi ta ha, do porosis kafen dhe mezi pres që t'ju jap komentet. Dhe nuk më zhgënjehu, realisht nuk më zhgënjehu më gjesi, qënka të lëpish gishtat, ose pirumin. Tani ju e dini që për ne shqiptarët, kafja nuk është vetëm një kafe, është vendi ku bëjmë edhe takimet e dashurisë, edhe takimet e miqësisë, ama bëjmë edhe debate. Si të them, të gjitha hallet i zgjidhim në kafene, ama dua të shikoj se sa të shijojmë një kafe këtu në vatër, në fond kemi pak muzikë shkodrane me patjetër, dhe dua të vërtetoj nëse fjalët që më kanë thënë miqtë e mi për kafen më të mirë, janë të vërteta apo jo. Tani, unë nuk them që jam ekspert e kafes, ama 3-4 filxhan në ditë i pi. Ç'është kjo kafe mirë mërzot. Kurioze jam për sekretin që qëndron pas kësaj kafeje këtu dhe pse e duan shkodranët kaq shumë. Duhet të pyes baristën me patjetër, se ndonjë të fshete ka kjo kafja që është kaq e mirë këtu. Në momentin e parë që hyra në vatër, pash një vajzë që rrotullohej këtu si flutur, domethënë është e bukur si flutur, se për të qenë është blet punëtore. Dhe kjo vajza ka emrin Ami, edhe Ami është shkodrane, apo jo? Sa vjeç je Ami? 20 vjeçë. Më trego pak si e nisti ditën zakonisht? Filloj qom në 6 të mëngjesit. Në 6 të mëngjesit, ka akoma vajza që zgjohen në 6 të mëngjesit. Bravo! Bëhem gati që në orën 7:10, 7:05 të jem në punë, hyn banak. Ekspresi rënjënezën tonë natën, por që temperatura e kafes në mëngjes të jetë e duhura që kafe të ketë cilësinë perfekte. Në fillim hapin ujin e kafes, që të largojmë tana pa pastërtit që mund të kenë nga dita më përpara. Pastaj derdhëm kafet e para. Po kafet e para pse derdhen? Se tani unë do të bëj ca pyetje se realisht nuk di. Kafet e para dalin pak më të ujshme, nuk dalin të mira, kështu që nga që kemi parsore cilësinë e kafes, kafet e para hiqen dhe pastaj provohet që kafe të jetë sa më mirë në momentin që shërbehet te klienti. Po kush është ky sekreti kësaj kafes kaq të mirë? Se ju ka dalë nami në gjithë Shkodrën që keni kafen më të mirë. Edhe ishte kafja mirë, se unë e provova. Po kush është sekreti, se dua të di? Sekreti është cilësia e kafes, se kokrës së kafes, freskia e saj dhe pastaj bluarja e saj. Pastaj te kafja e mirë hin dhe shërbimi. Normal, se kafja duhet shërbyer me dashuri. Po, patjetër.
momentin e parë që parkova biçikletën time aty poshtë, vura re që te muri shkruaj 1917. Pra Vatër pas ka histori, nuk që nga një bebe e vogël ashtu siç e mendoja unë. Tani jam në një nga suitat bashkë me Bledarin, i cili është menaxheri dhe dua t'i bëj disa pyetje më shumë. Bledar, faleminderit shumë që më keni pritur. Faleminderit ju, mirë se erdhe. Shkodran edhe ti besoj. Patjetër. Por si ka lindur Vatër? Do më tregosh pak për historinë, për projektin, për emrin? Patjetër. Atëherë Vatër si koncept është një ide e Senadit, në fakt ai do ishte dashur për me kënë prezent. Senati është pronari, për ju që nuk e dini, Shkodran edhe ai. Por pa mundësi për me kënë Senadit prezent, është përgjegjësi dhe privilegji joni që ne ju tregu dhe ju transmetu edhe teleshikuesve idenë e konceptin e Vatër në vetvete. Vatër si ide ka lindur si koncept i madh si godinave të vjetra, duke ruajtur origjinalitetin e tyre dhe kthimin e tyre në një vatër shërbimi. Ka nisur në Shkodër? Si projekt i joni ka nisur para 6 viteve në Tiranë. Atje kemi marrë një godinë të vjetër, gjithmonë siç e thash dhe më përpara duke ruajtur ato vlerat historike të godinës, disa apartamente i kemi kthyer në struktura akomoduese. Dhe pas 6 vitesh u kujtua Senati që ishte pronari, tha mos ta më qan zemra për Shkodrën. Dhe erdhi këtu në Shkodër. Po kjo godina, pse shkruan 1917? Motoja jon në vetvete është nga një godinë e vjetër në një vatër mikpritje. E bukur kjo. Edhe duke pa në zonën ku jemi ne sot, në godinën në cilën ndodhemi ne sot, është një zonë e cila është zhvilluar në periudhën austro-hungareze nga vitet 1916 deri në vitin 1918. Realisht kjo godinë në cilën ne ndodhemi është ndërtuar në vitin 1917. Masi ne vendosëm që ta zhvillojmë këtë godinë në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Kulturës në Shkodër, po ashtu dhe me Ministrinë, kemi hartuar një projekt duke ruajtur vlerat arkitekturore të godinës. Kemi arrit me sjell sot një strukturë akomoduese shumë interesante. Kjo është ajo domethënë që ne e kena si qëllim në vetvete, një ndërthurje të stileve të vjetra, të huaja që kanë pas ndikim shumë të madh në Shqipëri, po sidomos në Shkodër, pra siç është Austria, po ashtu Italia, nëse e vëni re edhe në arredimin e objektit në total, si dhomën të hotelit, si të pjesa lokalit, ka një stil austriak, një stil italian, po ashtu një ndërthurje me stilin francez, stili i cili është elitar në pjesën e akomodimit dhe hotelerisë. Më pëlqen sepse, domethënë, në momentin e parë që unë hyra te kjo suita, unë ndjeva sikur jam edhe në një dhomë antike, por edhe elegante dhe moderne në të njëjtën kohë. Kështu që ma keni përcjell më së miri ato. Kjo është në vetë edhe qëllimi jonë, pra ndërthurja e kulturave, siç thash më përpara, që kanë pasur ndikim në qytetin tonë, po ashtu edhe futja në këto struktura e ndjesive shqiptare, e kulturës shqiptare. Çfarë nuk kupton ti me Vatër? Atëherë, Vatër në vetvete, kur ne kemi filluar projektin ton, nga emri, pa diskutim që është menduar që do jetë një Vatër në një emër shqiptar.